Selam aleikum. Agja thot që I ka ra hise me këqyr nanën e vetë, po lyp pasuri ma shumë prej vllaznive, prej vlezërve të tij, a është në rregull kjo? Aleikum selam rahmetullah. Prej fillimit është bo gabim kjo forme ndamjes. Dhe më thane, tash janë 2-3 vlezër, po e nxën 3 vlezër janë, edhe njonit ja kanë lënë nanën me këqyr. Edhe kanë nda basunin në 3 pjesë të barabarta. Tash ky vllau që e ka marrë nanën, ky ka harxhime. Ndodh që shkon në spital edhe rrin 1 muj ditë nana. Edhe i harxhon 5.000 euro, 10.000 euro. Këta të cilët I nda dhe se kanë marrë nanën, këta rrin në breg pa u lag fare. Ato që e kanë lënë nanën ati zotin I moft. Ai shkatrohet. Edhe duhet me lënë punën. Ai vetë duhet me lënë punën, me shku me këshur nanën, ose gruaja ati, që tek e fundit ajo nuk e ka kur gjë, ka veç vjerë, pra duhet me lënë ai punën, ai duhet rrogën kanë mjanal, bankiet qesin prej punës, ai duhet me shpenzu nga pasuria ati, 5.000 euro, 10.000 euro në spital, 50.000 euro bën vaki, këto 2 vllazë të rrë. E tash, këtu prej fillimit është bën ky gabim. Çfarë themi neve në këtë rast? Ky vlla nuk duhet me lyp tash pasunin ma shumë, se e danja, por ka të drejtë me lyp hak prej vllaznive, me lyp ndim prej vllaznive, mi thonë mund kam harxhu nanës pi bot operacioni 10.000 euro. Hajde vlezë, ne jemi 3 vllazën. Hajde ti qesim ka 3.333 euro 33 cent. A ki parasysh? Jo tash ata arri. Do më thonë, ky edhe mire ka edhe keq e ka. Në fillim se kondash me pranu kështu me udan këtë formë, kjo zullum. Ma në gjuj njanit nanën edhe mas një ma fare. Po, du të njani me e marë. Në rregull, pa e merë njani. Ka raste kur pa e marrin prindrit, dhe më thonë, prindin ka 1 vjet, ose ka 6 muaj, ose edhe ajo formë nuk thonë që është ndaluar. Por, në këtë formë që keni bo ju, ja keni lënë njanit vëlla, tash nuk qyrni me ndihmu, kjo nuk kanë rregull. S'po thonë me I dhonë pasuni tash me adhon 1 arë ma shumë, ose një banesë, ose një lokal, se tjeke. Por me I nimu 100%, sikur se ky, sikur se këta 2 tjertë, me I nimu në bile në anën ekonomike. Edhe me shku në I natë, jo vllau ose nusja vlaut. Me nejtë 1 muj ditë në spital me vjerën ajo, flan karik 1 muj ditë, e këta 2 vllaznia tjerë rritë e shpia dhe flajtë të gratë e veta, leat kunatën atje që ajo se ka kur gjë. Tek e fundit, na, e kuptojmë që ajo po bën sevap, ajo po këshyr nanën e burrit vet, do të thonë për respekt burrit, për sevap të Zotit, këtë të në rregull. Ama tash do të thonë, kret me ja gjujt njanit e me shkatru njanën edhe ekonomikisht edhe psikikisht edhe çdo formë, ata edhe kjo nuk kanë rregull. Pra, le ta rishikojnë këtë çështje edhe një herë vllaznit mes vete.